ne pamë si domosdoshme që kjo kategori njerëzish të trajtohet veçanërisht në një qendër që për ne ishte shans. Për mu, shteti mendor tashmë është një problem serioz. Gjëja e parë është që nuk duhet të jetë më tabu, është një problem, një smundje si gjithë të tjerat. Nuk është, kështu që kjo është gjë shumë e rëndësishme në ndërgjegjësi, por mos pa ndryshe një njerëz që ka probleme të shëndetit mendor, është pjesë e jetës. Që në qendrore ku ministre, shpesh herë domethënë bëhet sebeb si thosh edhe nga Mirdita ose rrethina të kurbimit për të ardhmë. Edhe nëpërmjet kësaj domethënë japim edhe një lloj qendërzimi rajonal. Absolutisht. Që dalë për te asaj që ne kemi marrë deri tash të pushim kemi pas të shkisë tonë. Vetë fëmijët e kanë bërë sa po bërë. Gjithë ambienti është i gëzuar dhe të çliruar. Punë të vështirë ka, po dhe të bukur. Shëndeti mendor shifet ndonjëherë lihet pas dore, por shumë i rëndësishëm, është rëndësishëm edhe për shoqërinë. Jo vetëm sepse rehabilitimi dhe kujdesi i caktuar i rintegron njerëzit në shoqërinë, në tregun e punës dhe të gjitha. Eksperjenca është gjë e madhe dhe kur bashkohet eksperjenca me entuziazmin, me iniciativën, për punën, bravo.